Parlamenti i Maqedonisë po mban një seancë ku pritet të zgjedhë kryetarin e ri që sipas pritjeve do të jetë një politikan shqiptar. Megjithatë, deputetët e partisë VMRO-DPMNE po e zvarrisin seancën me fjalime jashtëtemës dhe kundërpërgjigje ndaj vetë kolegëve të partisë së tyre. Organet drejtuese të parlamentit ende nuk janë miratuar që prej zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Disa presidenti i vendit nuk ka pranuar të jap mandatin shumicës parlamentare për të formuar qeverinë. Nga Shkupi njofton korespondenti ynë Isak Ramadani. Deputetët e parlamentit të Maqedonisë u rikthyen në seancën konstituive të ndërprerë prej para disa javësh. Lidhja Social-Demokrate me partitë shqiptare që përbën shumicën në parlament synon të zgjedhë kryetarin e ri të parlamentit, por ligjvënësit e VMRO-DPMNE-s po e zvarrisin seancën me fjalime dhe replika ndaj vetë kolegëve të partisë së tyre. Së pari pritet të miratohet komisioni për zgjedhje dhe emrime. Aty do të ketë 6 anëtarë të VMRO-s, 5 të Lidhjes Social-Demokrate dhe nga 1 të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Lëvizjes BESA. Komisionin do të drejtojë një ligjvënës i VMRO-s. Ky komision do t'i shqyrtojë kandidaturat për kryetar të parlamentit. Deri tash nuk janë thënë zyrtarisht emrat e kandidatëve, por në opinionin publik përflitet emri i Talat Xhaferit, kuadër i BDI-s, ndërsa Lëvizja BESA ka lënë të kuptohet se do të nxjerrë një kandidat të saj për postin e kryetarit të parlamentit. Kryetari i ri miratohet me shumicën e thjeshtë apo 61 vota. Lidhja Social-Demokrate me BDI-n, Aleancën për Shqiptarët dhe Lëvizjen BESA ka 67 vota në parlament. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski u bëri thirrje kandidatëve për kryetar parlamenti që ta hedhin poshtë atë që ai e quan platformë e Tiranës, që synon federalizimin sipas tij dhe vendosjen e dygjuhësisë në Maqedoni. VMRO-ja thotë se kryetari i parlamentit gjithmonë vjen nga partia e cila ka fituar zgjedhjet, që në këtë rast është ajo vetë, ndërsa qeverinë mund ta formojnë parti të tjera, siç u shpreh deputeti Miloshovski. Duke pasur parasysh fjalimet e deputetëve të VMRO-s, nuk mund të parashikohet se sa do të zgjasë seanca dhe kur do të mund të zgjidhet kryetari i ri i parlamentit. Pritet janë që ai të jetë shqiptar, i pari që nga pavarësia e Maqedonisë. Nëse presidenti i vendit vazhdon të mos ia jap mandatin për formimin e qeverisë partisë së dytë më të madhe të dalur nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, atëherë parlamenti, pasi të ketë zgjedhur organet drejtuese sipas kushtetutës, mund të thirrasë një seancë ku do të mund të miratohej qeveria e re nga shumica parlamentare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.